Mirëmbrëma, ngjyra me syqin. Sigurisht, ajo çka ka zaptuar lajmet dhe sheshin Skënderbej para kryeministrisë, jo sheshin Skënderbej, po atë pjesë para kryeministrisë, se tashmë të gjithë e kemi parë dhe se si protesta ka një rënje të madhe, ka pas 2-3 momente kulmore, por ajo çka është më rëndësishme se numri është në mënyra se si ka degraduar protesta. Filloi me të drejtë jo për flamingot, se shumë nga ato që kanë dalë protesta se kishin idenë çfarë është flamingo, dhe këtë e tregon dhe gjua atyre, por për një incident shumë të rëndë që ndodhi në Zvornec me tërheqjen zvarr një personi. Kjo nxiti revolta, dhe me të drejtë ishte shumë provokuese ajo tërheqje, e kemi përsëritë 2 hajvanëve, që bëjnë si të fort me këto kompanitë e sigurimit, plus me ndërtuesin e asaj zone që e kishte rrethuar me tela pa pas nevojë, pa duke hyrë deri në det. Domethënë, këtu filloi revolta. Dhe kaloi, domethënë që po shkatërrohet ambienti në Zvornec. Por ç'ndodhi? Nga flamingot, që janë një zog, një shpend aq i bukur, aq i paqshëm, në shesh na erdhën qeleshet, krye qeleshet, ç'lidhje ka flamingo me qeleshen? Ç'lidhje ka flamingo me autoktonus? Ç'lidhje ka flamingo me vetëvendosjen e Kosovës të Albin Kurtit, me qeleshet e Albinit, se ato i kanë shumë për zemër qeleshet. Ç'lidhje ka flamingo me një njeri që dele flet aty në miting dhe që tregoj që është nda me burrin, apo një tjetër që thot do të ndjekim penalisht dhe seksualisht? Ku është flamingo këtu? Pra, u pompua si një gjë shumë e madhe, pastaj u ndez emigracioni, u ndez bota mbar, se po dëmtoheshin flamingot kur në shesh dilnin çështje personale për mos fol për gjuhën, pastaj dhe flamingo fluturon qiell, nuk del me arkivola. Në këtë mënyrë, duke mos pas një leadership kjo protest, duke mos pas një doktrinë veten, duke mos pas një ideologji veten, duke mos pas një program veten që të kishin qartë, aty fjalimet gjithë janë ku ti kapësh e ku ti lesh, s'po themi në fjalë tjetër, njerëz që tash morin atë shkallën aty, ngjiten edhe bjeri bab dali ku dali. Kjo sigurisht edhe ndokush që ishte për të pas një transparencë për Zvornecin, që ishte për të ruajtur ambientin, biodiversitetin e asaj zone që është për të qenë për hir të vërtetës është një perl, unë shkova e pash para një jave, është një perl, por një perl që edhe mund zhvillohet për turizëm. Ku është gabimi i qeverisë? Gabimi i qeverisë është që nuk bëri transparencë, që nuk diskutoi me grupet e interesit, me popullin e Vlorës, dhe nuk kishim pse vishim këtë pikë. Dhe mungesa e transparencës sjell këto pastaj konfrontime dhe këto keqkuptime. Apo përdoret protesta? Qeveria Rama dhe Rama vetë kanë gabime sa të dush. Për të kritiku, për të rishiku ligje,
korrupsioni, arroganca e korrupsionit, padyshim. Por, në këtë rast, Flamingo u shfrytëzua nga forca që nuk duan, ma le të thonë që të donë, unë do të them mendimin tim, edhe për këte, nuk më ndal njëri, dhe nuk më bëhet vonë fare, se çfarë do thoni, ju, patriotët e mëdhej me qeleshe, me durët si shqipoj, kjo u bë për të ndaluar zhvillimin e Shqipërisë me të mirat e me të këqija që ka ky zhvillim, ashtu siç ka ndodhur në gjithë botën dhe siç ndodh sot. Siç ndodh sot. Përse duhet çoj gjithë tallavaja ballkanike? Që po bëhet nami, pastaj na dolën edhe minoritete greke. Ai thirrni pak mendjes. Shumë mirë që u ndalua ajo vepër. Shumë mirë që u ndalua ajo vepër për momentin. Shumë mirë që u bë që të bëhet një transparencë me njerëzit. Që të bëhet dhe mësim për herë tjetër që mos të vënë hunjtë të drujt e të fillojnë themelet pa pas një transparencë, pa pas një bashkëbisedim me grupet e interesit siç në gjithë botën. Kur do bëhet një ndërtim, mblidhet komuniteti, ku kam jetuar 35 vjet, bëhet debat me komunitetin, bashkinë e qytetit, edhe qoftë banorët thonë që nuk e duam këtë, nuk e bëjnë dot. Se fundit ata janë njerëzit që preken direkt. Kurse këtu, po ju garantojnë nga gjithë ato që dalin protest, po ju garantojnë që 90% kanë ndërtime pa leje. 90% ka njull hujt e drujt në për toka publike e toka private. 90% janë ato që kanë thyrë ligjin, dhe thyrë ligjin çdo ditë. Dhe aty dalin si patriot. Se i dhem shumë Shqipëria këtyne. Disa i dhem Shqipëria këtyne. Shqipëria gjithë jetën nga klasat politike ka qenë luga çorbës, për të mush lugën e çorbës, radhës. Pra mos se e dim historinë tonë. Dhe ne pikërisht, sepse manipulojmë, falsifikojmë historinë tonë, ngrejmë mite, i japim të drejtë cubit, të fortit, jemi në këtë gjendje. Dhe për këtë gjendje nuk është fajtor vetëm Edi Rama. Për këtë gjendje është fajtor një popull i tërë në historinë tonë që u shqem të keqen. Se nuk është rasti që ne sillim këto rreth vicioz. Dhe kemi tregu pa aftësi shtet formuese dhe vazhdojmë të rregojmë. Sepse ne nuk forcojmë institucionet, nuk forcojmë ligjin për të marrë ekuilibrin të shoqërisë, nuk kemi respekt për ligjin. Nëse dikush, si në gjithë botën moderne, shef që ka diçka gabim komunitetin e vet, a preket diçka, a në autobus ashtu, lajmërohet policia, se policia është që të mbrojë qytetarin. Kurse këto cubat, thonë ky është spion, ky s'është burr. Po ç'a burrnie keni ju mësni? Kur shkoni para policisë dhe ulni kokën si palaço. Ose kur t'ju vike shtëpia juaj, si që ka ardhë. Qa burnia keni jo? Nuk është burnia aty. Burnia është me pas respekt në marrëdhëniet shoqërore dhe me pas të drejtën gjithë kusht thot çfarë të doj, si të doj, pa prek me dur, pa prek me vegla se që quajnë këto. Kjo është shoqëri primitive. Një shoqëri që thot thikat, hekrat, armët, është shoqëri që nuk meriton të jetoj jo në Europë, po duhet shkoj andej. Ka kemi qenë dikur 500 vjet përpara. Në ato se s'po e them. Nuk është shoqëri ajo që takon modernitetit. Ç'është është kjo punë? Pastaj këto shqiptarë që bëhen kaq trima me njëri tjetrin. Pse nuk bëhen trima me armiqtë e tyre? Se po të kishim qenë trima,
si që majnë veten, edhe patriot, dhe që e duam Shqipërinë, nuk ishim danë 4 pjesë. Nuk kufizoheshim sot i vetmi shtet në botë, shqiptar me shqiptar. Dhe prapsh mot përçar. Mot përçar sepse Albin Kurti vje fut zjermin në Shqipëri. Mot përçar se vin këto çallmat e Maqedonisë, me çallmat e Shqipërisë bëhen bashk. E me Ferexhet. Për agjendat e tyre. Të islamizimit të Shqipërisë. Më të përçar, edhe pse shitemi, e kam përsërit dhe herë tjetër, nuk ka një rast që një Sërb, a një Grek, a një Malazez, ti ke shërby shërbimeve zbulimit shqiptar. Le që kemi shërbime zbulimin. Ne jemi hanë me 4 porta, por shqiptarët gjithmonë i kanë shërby. Të trimat shqiptarët Kosovës mos kishe qenë NATO, e mos kishin qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e pam trimnin. Në zemër të Korçës, një diamant i rrallë shkëlqen në kurorën e trashëgimisë, kulturës dhe serenatave, Villa Ebel. Një vend ku eleganca takon historinë, ku shija bëhet përvojë dhe çdo detaj flet me finesë. Qoftë për një drekë të veçantë, një darkë romantike, apo një natë që nuk harrohet kurrë. Nëse vjen në Korçë dhe nuk ndalon te Villa Ebel, ke humbur një pjesë të magjisë së saj. Villa Ebel është një dhe mbetet e vetme. Si hikën 700.000 vetë për i javë. Pra mos bëjmë si cuba me njëri tjetrin. Mos bëjmë si trima me njëri tjetrin. Se pikërisht nga kjo jemi në këtë gjendje që jemi sot. Unë mendoj që protesta arriti qëllimin e saj në kuptimin që shkundi një herë klasën politike shqiptare, e shkundi mirë. E shkundi mirë sepse nuk mori anë politike. Dhe mendoj që ka shkundur mirë dhe qeverinë Rama, për të dhënë një mësim që edhe pse ke 86 vota nuk i e zot. Dhe mendoj që Rama dhe qeveria e tij duhet të reflektoj mirë mas kësaj proteste. Jo mirë, po shumë mirë. Për sa i përket gjuhës protestës, siç e thash edhe më lart, është sinqerisht nivel 0. Këto që pretendojnë që të binë një Shqipëri të re, në sytë fëmijëve, se kanë marrë dhe fëmijët aty, përdoret ajo gjuhë, QRB, vrasje, prerje, therje, tërhiqje me zvarr, sot kanë 40 ditat. Sot kanë 40 ditat, do ta bëjnë Ramën të hudhet nga penxherja e kryeministrisë. Çaj gjuhë. Nuk është vetëm gjuha atyre. Këto që të çajnë, ai tjetri doli i the, mos e prek zvarnesi, sot do t'i bëj rob të shtëpisë ku ti kesh. Me të thot, të masturbohet, që po bën një trimni të madhe aty para kryeministrisë, morin dhe fëmijët pastaj i qisin fëmijët aty se si t'gjujnë me shigjeta portretin e Edi Ramës, dhe këto njerëz do të rrisin, do të bëjnë Shqipërinë e re me brezin e ri. Pa ato fëmijë kanë bërë kriminale qëtë ditë që i kanë qitë me bërë ato veprime në protestë. Qëtë ditë i kanë bërë, po jo garantojnë. Sepse ne jemi bon këtë ditë pikërisht sepse kështu jemi eduku. Dhe si mas psikoanalizës, çdo ndriçim i femërisë të reflekto, nëse i rrit në një shtëpi ku të shkëlqyë dhuna, mungesa e dashurisë, se nuk është puna njeriu, se ka njerëz, ka pas njerëz varfër do ketë ku do në botë, po kanë pas një mirësjellje gentlemanësh. Unë jam lind dhe rrit në Tiranë midis tiranësve. Gentleman ishin.
kishin mirësjellje, manners, thoshin mirëmjes, shkov dita marë, ki kujdes. Kurse sot është bo, 2 fëmijë 10 vjeç, i një gjësha para 2 ditësh, mot të bofsha rop, me njëri tjetër, unë do t'ja bëja ti kështu, unë do t'ja fusa ti thikën bark, 10 vjeç, nuk e krijoj, 10 vjeç. Nuk ishim më shumë se 10 vjeç. Nga e morin atë frymë ato? Sigurisht e morin familje, e morin shkollë, e morin dhe në rrugë, e morin dhe në protest. A kuptoni që nuk takojnë kërkun ato pelikanët që ndërejnë këto, ato flamingot që ndërejnë këto, me gjuhën që përdoret aty. Këto i shastisën flamingot. Po të shkojnë të bëjnë atë gjuhë atje në Zvornetske flamingot, hikin flamingot. Shtektojnë hikin nga aty. Flamingot duan kujdes. Flamingot duan lëdhatim, duan si që e ka kjo punë kështu. Kënej gjahillik, kënej mro flamingot, po nuk meq, nuk puqen këto dyja. Njerëzit që duan flamingot janë njerëz brisht. Jo me therje, me prerje, me QRB, me KTB, RTB, TTB. Mendoj që Shqipëria do të vazhdojë rrugën e saj. Takimi NATO tregoi edhe një herë që Shqipëria është në qendër të vëmendjes, pavarësisht gjitha problemeve që ka. Fakti që tha që mbledhja e ardhshme e NATO-s do të bëhen në Tiranë, ky është një lajm shumë i mirë për Shqipërinë, po një lajm shumë i keq për fëmijët tanë edhe për Albin Kurtin. Albin Kurti nuk e gëzo hiç kjo punë. Se Albin Kurti do çalmat. Albin Kurti është me çalmat. Kjo tashmë e qartë. Ana tjetër është, a ka trafikje në Shqipëri? Padyshim që ka. A ka pasrim paraje? Padyshim që ka. A duhet kontrollu? A duhet fut kjo në kanale që të paktën të jenë produktive dhe jo vetëm ndërtime, është për gjithë urbanistika jo vetëm e Tiranës, por edhe e Bregdetit shqiptar dhe turizmit cilit ne menojmë padyshim që duhet marrë masa urgjente. Por a ka pastrim paraje në perëndim që na kapin në përveshi, këto perëndime dhe i duan gjonat ke neve kështu mrena notës, bum, kur vetë kanë morë qindra vjet për ta në këtë pinë. Padyshim ka, shifni Anglinë, shifni Londrën. Londra i ka pas në vitin 90 2-3 grada qiela. Shkoni shifni Londrën në sa ka. 200. Kush janë ndërtuesit aty në grada qiela? Oligarkët rusë, arabët. Nga dalin ato pare, gjithët i nga dalin. Oligarkëve rusë nga korrupsioni rusi, nga trafiket, nga shitja dhe armëve, mas luftës ftofët, e armëve bërthamore, kujdun, e tjera. Po pse në Anglinë pse nuk e gojzdon njëri Anglinë për këtë para të trafikjeve të oligarkive? Pse se gojzdon njëri? Përkundrazi, i kanë lënë, zhvillohen. Klubet e futbollit, që jam tifoz i futbollit Premier League që ka. Pjesën më të madhe klubeve kanë marrë oligarkët, kanë marrë erosisë dhe arabët. Mu personalisht nuk pëlqej, po në Angli nuk thot gjo njëri. Nuk pëlqej që Liverpoolin tim ta ketë një arab, ose ta ketë një oligark rus. Faleminderit Zotit që e ka marrë John Henry, që është Amerikan dhe është pronari Red Sox të bejsbollit edhe pronari Liverpoolit. Paktën është anglosakson. Pra, nuk ka gjë sterile. Edhe në atë botën që ne duam shkojmë perëndim në Europën e Bashkuar. Apo në Shtetet e Bashkuara, ku do në botë, në Australi, ku doni, sigurisht e mira me e keqen hecën bashk. Por sigurisht së ndon e mira. E mira dhe keqja janë bashkulltare në gjithë historinë e njerëzimit.
vetëm këta që kanë dalë në bulevard, që do bëjnë Shqipërinë e re, që do morin, do i fusin gjithë në burg, e do i qenë gjithë në hell, e do i morin pasurit, këta të kujtojnë 45 vlla me këtë logjik. Nuk mundështë ti. Shteti ka institucione, ka organe, diku ka korrupsion, diku nuk ka, diku drejtësi, është një proces që do të jetë shumë i gjatë dhe shumë i dhimbshëm. Po kjo nuk do të thotë që nuk do të ndëshkohen ato që kanë bërë korrupsion. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet ndalet korrupsioni. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të ketë transparencë qeveria për ndërtimet mëdha, siç është rasti i Zvornecit, që duhet ta diskutojnë popull, që duhet i bëj transparente nga vin. Por është një proces dhe do t'i nështrohemi këtij procesit si puna e njeriut që lind fëmijë dhe rritet pastaj ngadal. Dikush rritet e bëhet kafsh, dikush rritet dhe bëhet njeri. Tash ja do të lejmë turmat me instiktet kafshërore që ta shkatërrojnë fare këtë vend dhe kaq sa kemi ndërtu, kaq pak, dhe me të këqijat që ka, apo do fillojmë duke riparuar të këqijat, apo do të bëjmë revansh. Hiqja e lengës e venja prengës. Se këtë kemi bënë historikisht. Hiqja e lengës, venja prengës, premtojmë ne që do vim ne më të mirët, edhe pastaj e bëjmë dhe më keq. Shqiptarët patjetër duhet protestojnë, duhet kundërshtojnë qeverinë, por nuk mund të bëhet që të qohen 10.000 vetë, apo do 20.000, apo do 30.000, dhe ta shqit përmysim qeverinë. Po e përsëris, ka dy rrugë, o përmysje me forcë, revolucion, që do të thotë dhunë, dhe ne e kemi provu këtë dhunë, ndaç me Haxhi Kamilin, ndaç 45-ën, ndaç 97-ën, ndaç 98-ën, si e doni jo. Ato që se kanë pa, të morin të shofin, ose do të pranosh procesin, me të mirat e me të këqijat, që do të jetë zgjidhja politike. Zgjidhja politike do të thotë që të shkosh nëpërmjet parlamentit, edhe nëse do të ndryshosh ligjet, që me drejt janë disa kërkesa që do të ndryshojë ligji i zgjedhjeve, ligji i kërkesa që kanë këto me të drejtë kanë, do të ndryshohen nëpërmjet parlamentit. Nuk mund ndryshohet në rrugë. Rruga sjell rrugë. Jo rrugë, autostrada. Po sjell rrugë nëpër gërgje e nëpër humnera që nuk det do të mon nga historia. Kaq kisha për sot. Uroj që shqiptarët gjejnë qetësinë, por për të vazhduar edhe kërkesat e tyre për qeverinë aktuale dhe për ta ndërgjegjësuar. Sigurisht një qeveri bëhet më e mirë kur ka presion.